zgjohemi sot të shkojmë në shkollë. Kujtimet në ngjallin momentin ton. Takohemi bashk në oborin e shkollës. Dje me vajza, ky është fundi fillores. Gëzuar së mi matura, hajde festo me ne. Ka sot përgatitemi për një botë të re. Të ardhmë si buzëqeshim, s'jemi më fëmijë. Gëzuar, o shoqe shoqe, për këtë ditë magjike. Në oborin e shkollës ku gjithçka filloi. Fillojnë ndat që larg fluturojnë. Çdo loti fshehur, çdo buzëqeshje, janë kujtime që zemra i mbron. Gëzuar së mi matura, hajde festo me ne. Ka sot përgatitemi për një botë të re. Të ardhmë si buzëqeshim, s'jemi më fëmijë. Gëzuar, o shoqe shoqe, për këtë ditë magjike.
Falenderojmë vallëtarët të shkollës unë, udhëheqësen arsimtare zonja Antigona Gashi për këtë paraqitje të mrekullueshme. Të nderuar prindër, mësues, nxënës dhe të ftuar, mirë se vini në ceremoninë e mbarimit të shkollës së mesme të Olët. Kjo ditë është e veçantë për të gjithë ne. Pas 4 vitesh rrugëtim të përbashkët, sot ndalemi për të reflektuar, për të falenderuar dhe për të festuar të gjithë së bashku suksesin. Sot, ne nuk japim vetëm fund një kapitulli të rëndësishëm, por gjithashtu hapim një derë të re drejt ëndrave të reja, sfidave dhe sukseseve që na presin. Të gjithë jemi krenar për këta të rinj që sot përfaqësojnë për kushtim, rritje dhe arritje. Të nderuar të pranishëm, në vijim do të ndjekim një program të pasur me fjalime frymëzuese, momente artistike dhe kujtime të bukura që do të na rikthejnë në vitet më të dashura të këtij rrugëtimi. Juftojmë që na bashkoheni me zemër në këtë ceremoni të mbushur me emocione, respekt dhe shumë dashuri për nxënësit tanë e fëmijët tuaj. Në vazhdim, ftoj në skenë drejtorin e shkollës tonë, zotëri Enver Dugulli, për një fjalë rasti. Përshëndetje për të gjithë, përshëndetje nënkryetari i komunës së Shtime, zotëri Faruk Beqa, përshëndetje komandanti policisë e stacionit policor në Shtime, zotëri Haxhi Behluli, përshëndetje drejtori sektorit të arsimit, zotëri Lulzim Sahiti, përshëndetje mësimdhënës, përshëndetje prind, përshëndetje të dashur nxënës. Sot jemi mbledhur këtu për të shënuar një moment të veçantë që do të jetë për herë në zemrat tuaja. Sot, të dashur nxënës, ne së bashku me juve do të përshëndetemi në mënyrën më të mirë. Këto 9 vite në shkollë, po besoj që i keni kaluar në qaste më të mira. Keni formuar personalitete edukuese dhe arsimuese. Të dashur dhe të nderuar prind, faleminderit për mbështetjen e vazhdueshme dhe për rolin e juaj që keni kontribuar në bashkëpunimin tonë. Të dashur nxënës, bani mend se suksesi nuk matet vetëm me nota, por me karakterin që tregoni, me vlerat që mbartni, me vetëdijshmërinë dhe të arriturat tuaja. Vazhdoni të mësoni dhe të pyesni, sepse çdo sfidë do të kaloni. Në emrin tim personal, dhe në emër të kujdestarëve të klasës së 9, ju uroj suksese më të mëdha në të ardhmen. Esni përpara me guxim, me dije dhe me zemër të pastër. Urime dhe qofshi faqebardh. Faleminderit. Tani, ftojmë nënkryetarin e komunës së Shtimes, zotri Faruk Beqa, për një fjalë rasti. I nderuari drejtori i shkollës fillore të mesme të Olët Emin Duraku, zoti Enver Dugulli, të nderuar përfaqësues të drejtorisë komunale të arsimit Lulzim Sahiti, të nderuar mësimdhënës dhe kujdestar klasave të 9-ta që jeni këtu prezent, të dashur prindër dhe ju të dashur nxënës, semi-maturant, më lejoni që në emër të kryetarit të komunës së Shtimës dhe institucioneve komunale, t'ju falenderoj fillimisht për ftesën në këtë ceremoni, njëkohësisht uroj 84 vjetorin e themelimit të shkollës mesme të Olët Emin Duraku, një shkollë me histori të lavdishme që ka kontribuar fuqishëm në zhvillimin arsimor, kulturor e kombëtar të komunës sonë, por edhe me gjërë. Sot mbi 150 nxënës, më saktësisht 151 nxënës, përmbyllin këtë cikël ose këtë etapë të rëndësishme të shkollimit. Shumë prej tyre janë dalluar me rezultate të shkëlqyeshme në garë, jo vetëm në gara, por edhe në mësime dhe në aktivitete tjera jashtëshkollore. Ndërta dëgjova prej drejtorit që ka dhe aso që shkruajnë edhe libra, që nënkupton se kjo gjenerat është dëshmi e potencialit të madh që ka rinia në këtë rast. Nxënësit që e nisën klasën e parë sipas llogarisë time në vitin 2017, sot i hapin lamtumir shkollës fillore dhe hapin një kapitull të ri në arsimin e tyre. Shpreh falënderimet veçanta për mësimdhënësit dhe kujdestarët për punën dhe për kushtimin e tyre në edukimin e kësaj gjenerate.
Të dashur nxënës, përpara jush, siç e pse kanë edhe parafolësit e me, gjenden sfida, por edhe mundësi të reja. Ju uroj të vazhdoni rrugën tuaj me përkushtim dhe vlera mbi të gjitha njerëzore, të jeni qytetar të dijes dhe të kontriboni për të mirën tuaj në radhë parë të familjes, por edhe të shtetit të Kosovës. Le të jetë kjo një ditë e paharruar dhe e bukur për ju. Uroj që të shijojmë një program të shkëlqyeshëm që kanë përgatitur mësimdhënësit dhe nxënësit nga kjo shkollë. Urime për përfundimin e shkollës fillore. Ju dëshiroj shëndet, suksese dhe mbarësi në çdo hap të jetës suaj. Faleminderit. Falenderojmë nëm kryetarin për këtë fjalim. Ftojmë në skenë Liza Zeqirin me një këngë. Lartë jem ojnan, djeli nuk më ngro, kur gjohem nga gjumi, e ty nuk të shoh. Dalin para syve, në natë kosovare, tu i prit mit e tyne, me kryen dritare. O hej, moj Kosovana, në zemër të kam, ty është armëria e ëndrave të mia. Malli më ka marrë për lisat e gjatë, për ara, për fusha, për gure, për balë. Zemra ime mjerë, gjithnjë e kërkon, dashurin tënde, Kosovë ta shijon. O hej, moj Kosovana, në zemër të kam, ty është armëria e ëndrave të mi. O hej, moj Kosovana, në zemër të kam, ty është armëria e ëndrave të mia. Tani ftojmë mësimdhënësen tonë të nderuar, zonja Edita Fazliu, për të ndarë me ne disa kujtime të bukura. Unë jam Erblina Zhone, kam qef me bëhe mësuse. Unë qom Erika Adi, maj kam qef me bëhe mësuese. Unë jam Alinda Osmani, kam qef të bëhe mësuese, sikur mësuesja ime. Unë jam Nerdi Gazi, kam dëshirë të bëhe futbollist. Unë jam Eren Shaboni, kam dëshirë të bëhe mushtor. Unë jam Istref Shashivari, dhe të bëna futbollist. Në Laudin Shashivari, dhe të bëna futbollist. Unë jam Elton Imeri, dua të bëhe ushtar. Unë jam Arbe Sabazi, dua të bëhe pilot. Unë jam Valdirado
Unë jam Adren Aslani, dua të bëhem pilot. Si quhesh? Afrim, çka dëshiron të bësh në të ardhmen? Dëshiroj të bëhem pilot. Si quhesh? Anila, çka dëshiron të bësh në të ardhmen? Nika. Si quhesh? Anuar, çka dëshiron të bësh në të ardhmen? Si quhesh? Arisa, çka dëshiron të bësh në të ardhmen? Si quhesh? Anes, çka dëshiron të bësh në të ardhmen? Polic. Mësuese. Dentiste. Unë dëshiroj të bëhem doktora. Nika. Përshëndetje. Si quhesh? Ore, a je i motivuar që do marrë shtëpisë në festën e Abeton? Çka dëshiron të bësh në të ardhmen? Bësh në të ardhmen. E pa të vetën të veçën? Ndërsa që ndrojmë këtu sot para jush, duke parë fytyrat tuaja, jemi të mbushur me një sër emocionesh. Krenari, gëzim, nostalgji dhe një dosë trishtime. Kemi kaluar shumë kohë së bashku dhe tani është koha që ju të kaloni në kapitullin tjetër të jetës suaj. Po ju lën një herë me shiu fotografit.
Ndërsa qëndrojmë këtu sot duke parë fytyrat tuaja, jemi të mbushur me një sër emocionesh. Krenari, nostalgji, gëzim dhe një dozë trishtime. Kemi ndarë shumë momente së bashkur dhe tani është koha që të vazhdoni kapitullin tjetër të jetës suaj. Jemi krenar për njerëzit që jeni bërë, të qëndrueshëm, të sjellshëm dhe guximtar. Ju jeni rritur aq shumë, jo vetëm akademikisht, por edhe si individ, e ne jemi shumë krenar që kemi qenë pjesë e këtij tranzicionit tuaj. Nga këta vosrak të vegjël të klasës së parë, e deri te njerëzit që jeni bërë sot. Ndërsa as në përpara mban në mend që jeta do ketë shumë ulje dhe ngritje, do të ketë momente sikur do t'ju duket që duhet të dorëzoheni, por mos e bani. Jeni të aftë të arrini madhështi. Ju duam. Është radha e gjeneratës që të flasë për veten. Ftojmë nxënësen Alketa Isufi që në emër të të gjithë gjeneratës do të ndaj emocione nga këto vite. Të nderuar mësimdhënës, prindër, bashkëmoshëtar dhe të ftuar. Në emrin tim dhe të gjeneratës sonë, ju shpreh mirënjohjen time të sinqertë. Sot jemi mbledhur këtu për të shënuar një moment të veçantë në jetën tonë. Përfundimin e arsimit bazë dhe nisjen e një kapitulli të ri. Kjo nuk është vetëm një ndarje nga bankat e shkollës, por një ndarje nga një periudhë që na ka formuar si njerëz. Gjatë këtyre 9 viteve kemi kaluar përmes përpjekjeve, emocioneve, gabimeve e mësimeve të rëndësishme. Kemi mësuar jo vetëm lëndet shkollore, por edhe si të bashkëpunojmë, të respektojmë njëri tjetrin dhe të qëndrojmë të fortë përballë sfidave. Çdo përvojë, çdo sfidë ka qenë pjesë e rritjes sonë. Një falënderim i thellë shkon për mësuesit tanë. Ju që me përkushtim dhe durim keni qenë udhërrëfyesit tanë, që na keni mësuar jo vetëm për provime, por edhe për jetën. Faleminderit që besuat tek ne edhe kur ne dyshonim te vetja. Po ashtu një falënderim i veçantë shkon edhe për prindërit tanë. Ju që keni qëndruar pranë nesh në çdo hap të këtij rrugtimi, me dashuri, mbështetje dhe sakrificë. Pa ju, shumë nga ne nuk do ishim këtu sot, me zemra të mbushura me krenari dhe shpresë për të ardhmen. Tani që po largohemi nga kjo shkollë, nuk po marrim me vete vetëm fletore dhe libra. Po marrim kujtime, miqësi dhe përvoja që do na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Po largohemi më të rritur, më të vetëdijshëm dhe më të përgatitur. E ardhmja është përpara nesh, e pasigurt për plot mundësi. Le ta përballojmë me guxim, me përkushtim dhe me zemër të hapur. Të mos kemi frikë të ndjekim rrugën tonë në dinjitet dhe vendosshmëri. Të dashur bashkëmoshëtar, ju uroj nga zemra që secili prej jush të gjejë rrugën e vet, të mos dorëzohet kurrë para vështirësive dhe të ndjek gjithmonë dëshirën e zemrës. Le të jemi krenar për gjithçka që kemi arritur dhe për gjithçka që do të vijë. Suksesa! Tani ftojmë arsimtarin Besim Sylla me klasën 9 tani që të ngjiten në skenë. Secili prej tyre ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në formimin dhe zhvillimin e këtyre të rinjve. Andaj meritoj një duar trokitje. Ardura Biba. Alten Shabone. Adiza Mehmete. Bekim Hajrushe. Deola Goshe.
Enisa Donqe. Ulta Sinone. Elvira Demire. Erion Fazliu. Elta Nuha. Lendret Tahire. Leon Halite. Oltion Jalile. Tuona Fazliu. Valden Aslone. Lerton Neziraj. Ramadan Dervishaj. Diyar Musulli. Ta njiftojmë arsimtarën Luljeta Qorolli me klasën 9A2 që të ngjiten në skenë. Secili prej tyre ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në formimin dhe zhvillimin e këtyre të rinjve, andaj meritoj një duar trokitje. Anila Aslone. Ardita Beslime. Afrem Ismaile. Amer Bayrame. Ardiona Ajete. Lerona Ajete. Dielon Shola. Delina Helshone.
Donat Idrize. Erblina Jashore. Kaltrina Kadrio. Lorena Alio. Metsoile Çeriçi. Mirnjesa Çeriçi. Olti Miftore. Reonja Ademaj. Zerina Jakupe. Tani, ftojmë arsimtaren Edita Fazliu me klasën 9-3 që të ngjitën në skenë. Opa. Albes Maliqi. Arbulena Boka. Altin Latife. Anesa Ramadone. Anisa Ramadone. Arbez Aboze. Ardian Emrullohe. Arjan Krasniqi. Dafina Bola. Gjeluna Rizoho. Darez Bislime. Elisa Shabone. Ensora Bajrame. Eron Shabone.
Esra Ahmeti, Kanita Hysici, Leorta Halili, Leon Spahia, Lorek Krasniqi, Masar Mojota, Rinor Selmani, Sora Krasniqi, Ylka Brahimi, Tanim, ftojmë arsimtarën Fatlinda Bajrami që të me klos. Tanim, ftojmë arsimtarën Fatlinda Bajrami me klasën 9-4 që të ngjitën në skenë. Ondi Ademaj, Aferdita Ahmeti, Altidona Rusta, Amar Rizone, Anuar Emine, Arbez Baftio, Diyar Behlule, Diyar Limoni, Dorenta Ymeri, Ari Syla, Djelona Ademaj, Duana Ruhmani, Elton Imeri, Erjan Brahimi, Eres Kurtishi, Erblina Isufe,
Erika Ademaj. Hasan Krasniqi. Hazer Duga. Jon Ismaili. Jola Beqaj. Kleja Bajrami. Leon Shatmani. Muhammed Yetishi. Majlinda Osmani. Urek Qari. Vita Krasniqi. Tani ftohet arsimtari Nejat Veseli me klasën 9-5 që të ngjitet në skenë. Lorena Mehmeti. Vëllë mikrofonin. Mal Qari. Ereza Godeni. Drena Slone. Elza Shabone. Erblina Elshone. Eliesa Shabone. Erlieta Belhluli. Gjuzite Qerkini. Gjerza Nuha. Verona Mehmeti. Drilon Sheshivari. Kujdesorja është mungesë kësaj klase, kështu që kalojmë më së shpejti. Djelona Luma. Alketa Isufi. Anjeza Avdio. Anita Leka. Aliona Beqaj.
Agnesa Beqa. Metie Luma. Lera Behlule. Orgesa Slone. Uresa Ademaj. Tuona Lubovci. Samire Maliqi. Rifat Selmone. Tanim, ftojmë arsimtarin Fahri Tërshani me klasën 9 që të ngjitën në skenë. Mungesa. Edhe kjo që ka mungesë. Aldon Krasniqi. Arisa Daute. Alea Leqa. Arian Sylaj. Arianita. Diamant Ahmeti. Diyar. Di. Diyar Vishesila. Erblina Stolici. Erblin Tëshoni. Eldian Ademaj. Erdis Alihaj. Fadlend Hajdini. Feta Shashivore. Gane Nureddini. Ideal Haziri. Një duar të krite për ideolin. Jeona Leka. Leard Limoni. Lediona Ilozi. Liza Leqiri. Melisa Ademaj. Olda Asone. Ramadan Hoxha.
Saide Mujat. Mujuta. Selman Muhadini. Qendreza Ukzajmolti. Ylk Gjema. Ali Halimi. Ftohet arsimtarja Bukurie Hoxha me klasën 9-7 që të ngjiten në skenë. Almida Shabani. Aneza Boze. Asia Azize. Ebu Bakër Islam. Eres Neziru. Eles Rejaj. Eldion Islame. Jetlira Aboze. Olsa Azize. Olsa Leqiri. Suela Fazlio. Suela Qore. Eres Nezire. Tani është radha e atyre nxënësve që nuk restën së shkëlqyri me angazhimin e tyre në mësime. Ftojnë nxënësit Vita Krasniqe, Orek Qarre, Jon Ismaili, Leon Shatmani, Leoarta Halile, Elza Shabane, Alketa Isufe, Orges Aslane, Arjanite Sylaj, Liza Zeqire, Anila Aslane, Kaltrina Kadriaj, Reajana Ademaj, Zerina Jakupe, Djelon Shalaj, Asra Azize, Eres Nezire të marrin mirënjohjen për suksesin e treguar gjatë 4 viteve. Djeloni dhe Anila le të vinë përpara. Più dello.
klasës së 9-5, fotografimi do të bëhet pas hedhjes së kapelave. Tani, ka ardhur momenti shumë pritur, hedhja e kapelave. Ne do të numërojmë që nga numri 10 tek poshtë dhe pastaj hidhen kapelat. A jeni të qartë? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,